PD-ja mes mitit të Salianit dhe hijes së përhershme të Berishës, kur partia flet për rotacion, por nuk pranon as rotacionin brenda vetes Servin Saliani mund të shfaqet si figurë e re në garën e brendshme. Por problemi i vërtet i Partisë Demokratike nuk është një emër më shumë apo më pak. Problemi është kultura politike e një partie që predikon demokracinë për vendin, ndërsa brenda saj vazhdon të sillet si pronë personale e një njeriu. Shqipëria nuk është lodhur vetëm nga Edi Rama. Shqipëria është lodhur edhe nga opozita që kërkon pushtetin pa bërë as minimumin e reflektimit për veten. Dhe kur sheh Partinë Demokratike sot, pyetja nuk është më nëse Ervin Saliani mund ta drejtojë këtë forcë politike. Pyetja është më e rëndë, a mund të drejtohet ndonjëherë realisht PD-ja nga dikush tjetër, sa kohë që mbi të rri pezullhia e përhershme e Sali Berishës, sot, vetë faqja zyrtare e Partisë Demokratike e paraqet Sali Berishën si kryetar të saj, që nga maji 2022, ndërsa zhvillimet e fundit mediatike tregojnë se Ervin Saliani ka hyrë publikisht në betejë për kreun e partisë, me raportime që flasin për një garë të pritshme më 23 maj 2026. Pra, debati nuk është imagjinar, ai ekziston dhe është tashmë i hapur, por këtu nis edhe problemi themelor i besueshmërisë. Statuti i PD-s është i qartë, nëse, pas zgjedhjeve të përgjithshme për kuvendin, partia nuk rezulton forcë fituese qeverisëse, mandati i kryetarit përfundon menjëherë dhe automatikisht, dhe atij nuk i lejohet kandidimi në zgjedhjet pasardhëse për kryetar partie. Po ashtu, pas zgjedhjeve vendore, kryetari duhet të kalojë një vot besim në kuvendin kombëtar me jo më pak se 70 të votave të pjesëmarrësve. Këto nuk janë interpretime politike, janë dispozita të shkruara në statutin e vetë partisë dhe pikërisht këtu lind akuza politike më e fortë ndaj Berishës, si mund të kërkosh shqiptarëve të besojnë se do të respektosh shtetin ligjor, institucionet dhe rregullat e Republikës, kur partia jote nuk arrin të bindë as për respektimin e rregullit të vetë themelor? Kur statuti ekziston vetëm për të cituar kundër të tjerëve, por jo për të zbatuar mbi kryetarin, atëherë kemi të bëjmë jo me leadership, por me kulturë personaliste. Këtu miti i Ervin Salianit duhet paraftohet. Saliani mund të ketë energji, mund të ketë profil publik, mund të ketë vullnet për garë. Por askush nuk bëhet alternativë vetëm sepse përmendet si anti-Berish. Nëse futet në garë brenda një strukture që vazhdon të ketë një qendër gravitacioni të pandryshueshme, ai rrezikon të mbetet më shumë dekor i pluralizmit të brendshëm se sa instrument i ndryshimit real. Vetë raportimet e ditëve të fundit e tregojnë se debati në PD po zhvillohet pikërisht mbi nevojën për zgjedhje të brendshme, konkurrencë dhe hapje, çka do të thotë se kriza nuk është thjesht mes dy individësh, por mes dy koncepteve. Partisë si institucion dhe partisë si pronë. Ky është edhe shkaku pse shumë shqiptar, edhe kur nuk e duan Edi Ramën, nuk e shohin PD-n si shpresë. Jo domosdoshmërisht sepse e majta i ka bindur, por sepse opozita shpesh i ka trembur me mungesën e standardit. Shumë qytetar arrin në atë përfundimin fatalist, po zgjedhim të keqen më të vogël. Dhe ky është një dështim i madh kombëtar, jo fitore elektorale. Sepse një popull që voton nga lodhja, nga frika ose nga mungesa e alternativës nuk po zgjedh, thjesht po mbijeton politikisht. Megjithatë, një saktësim ka rëndësi. Në Shqipëri, zgjedhjet e fundit vendore u zhvilluan më 14 maj 2023, ndërsa kodi zgjedhor parashikon që zgjedhjet për pushtetin vendor mbahen në vitin e 4 pas shpalljes së rezultatit kombëtar nga KQZ. Ndërkohë, procesi i fundit i madh elektoral i zhvilluar ishte ai parlamentar i 11 maj 2025. Kjo do të thotë se, nëse po flasim për zgjedhje vendore të përgjithshme, ato nuk janë zgjedhjet e afërta që po trokasin tani, ato priten në ciklin e ardhshëm vendor, pra rreth vitit 2027, përveç rasteve të zgjedhjeve të pjesshme. Prandaj problemi nuk është thjesht se Berisha nuk ikën. Problemi është se PD-ja ende nuk ka vendosur nëse do të jetë parti moderne apo sekti bindjes ndaj një figure historike. Një parti e djathtë serioze nuk mbahet peng nga nostalgjia, as nga frika për të hapur garë të vërtetë. Ajo rinovohet, matet me standard, humbet, reflekton dhe ringrihet. Kurse te PD-ja, prej vitesh, duket sikur çdo krizë përfundon në të njëjtën pikë, te unë. Unë si simbol. Unë si histori. Unë si vull. Unë si parti, dhe këtu Berisha nuk del më si lider që mban gjallë opozitën, por si figura që pengon emancipimin e saj. Një lider i vërtet ndërton pasardhës. Një lider i vërtet krijon rregull. Një lider i vërtet e pranon kufirin e vet politik. Kurse diktatori i partisë është ai që e do partinë vetëm sa kohë partia përputhet me vullnetin e tij, shqiptarët nuk kanë më luksin të mbeten peng mes dy rënojave politike, një pushteti të konsumuar dhe një opozite që nuk çlirohet dot nga kulti i kryetarit. Nëse psia është konsumuar nga arroganca e pushtetit, PD-ja është konsumuar nga robëria ndaj së shkuarës. Dhe kombi nuk shpëton dot duke zgjedhur përjetësisht mes një të keqeje të madhe dhe një të keqeje pak më të vogël. Koha kërkon diçka tjetër, alternativa të reja, mendësi të re, figura që nuk e matin politikën me trashëgimi personale, por me standard publik. Sepse Shqipëria nuk ka nevojë për parti që ndërrojnë vetëm sloganet. Ka nevojë për parti që ndërrojnë kulturën. Sa kohë që Partia Demokratike nuk arrin të provojë demokracinë brenda shtëpisë së vet, ajo do ta ketë të vështirë të ushesë shqiptarëve premtimin e demokracisë për gjithë vendin. Dhe sa kohë që Sali Berisha mbetet mbi statut, mbi humbje dhe mbi logjikën e dorëheqjes, ai mund të quhet çfarë të dojë vetja, themelues, simbol, tribun.
por në sytë e një publiku të lodhur, ai do të duket gjithnjë e më shumë si pengesa kryesore që e mban opozitën të lidhur pas të dieshmes.